angazhohen Tufa Sorash dhe Laraskash për të më akuzuar mua se po sulmoj popullin që paska dalë në shesh, se po shaj rinin që nga zgjuar, se po akuzoj emigrantët që po rëkokan llogari dhe me radhë. Po jo. Absolutisht jo, unë kam bërë që në kryet herës dhe në çdo herë që kam folur dallimin e ditës Flamingos me natën e Corbit dhe të Soros. Kur nuk i kam paragjykuar ata qytetarë që dolën protest paqësisht, me bindjen se duan një Shqipëri më të mirë. Të gjitha ata të rinj dhe të reja që dolën protest me bindjen se duan një mjedis më të mbrojtur, ata familjarë që dolën protest për një shëndetësi më cilësore, ata prindër që dolën protest sepse duan një arsim më të mirë, ata burra dhe gra që dolën protest se duan një administrat më njerëzor, dhe kur nuk mund t'i paragjykoj njerëzit në përgjithësi që duan një shtet më të drejtë në tërësinë e vet. Sepse edhe unë dua pikërisht të njëjtat gjëra. Kur një vend përparon, pritshmëritë e njerëzve rriten më shpejt se sa vetë ritmi i përparimit. Rrugët më të mira i bëjnë gropat e mbetura më të padurueshme. Lufta frontale me korrupsionin që nuk ka ndodhur kurrë më parë, e bën korrupsionin ende më të padurueshëm. Shërbimet më të shpejta, si asnjëherë më parë, 95% online, e bëjnë çdo shërbim të pravambetur ende më të patolerueshëm. Kjo nuk është shenjë dështimi. Është shenja më e qartë, më e sigurt, më kuptimplot se shoqëria kërkon gjithnjë dhe më shumë, dhe detyra jonë nuk është që t'i ulim pritshmëritë e qytetarëve, as t'i shohim pakënaqësitë e tyre si kundërshti ndaj nesh, por të gushtojmë çdo ditë hendekun mes asaj që kemi arritur dhe asaj që ata me të drejtë presin nga ne. Prandaj po dëgjojmë me shumë vëmendje një grup i ngritur enkas qysh në ditët e para po mbledh çdo shqetësim dhe po përpiqemi të ndërtojmë një reflektim mbi tmetat, gabimet, boshllëqet tona dhe pastaj sigurisht hap pas hapi do t'i komunikojmë ato me të gjithë ata njerëz të zakonshëm dhe të ndershëm të këtij vendi